Dashur miq, djerë në mëngjesin e 8 dhjetorit të vitit 10, shqiptarët në Shqipëri përjetonin shtypjen e diktaturës më të egër, kurse shqiptarët në Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi, Serbi jetonin në pushtimin barbar serb dhe kishin mbetur kolonia e fundit në Europë. Viti 1990, djerë në 8 dhjetor, ishte për shqiptar një vit i gjatë, një vit i tmerrshëm. Protestat e guximshme të qytetarëve të Shkodrës, të Kavajës, proteste e heshtura e Tiranës dhe kryengritja paqësore e Dykorrikut e të rive që hynë në ambasada dhe që ndezën zemrat dhe shpresat e shqiptarëve u shtypen dhe së bashku me to edhe shpresat e shqiptarëve të topitur që ndani njeri me tjetrin frikën nga dhuna shtetërore dhe për typin në çdo kafshat varfrin, shumica e tyre mjerimin e vërtet. Ndaj mund thuhet se gjerë në 8 dhjetor, viti 1990 po mbyllej si një vit i shpresave të vrara, i dëshpërimit të thellë, një annum horribilis për shqiptarët në historinë e tyre. Por lëvizja studentore dhjetorit 90, beteja paqësore studentëve në rrugë dhe sheshet e këtij qyteti të bekur dhe në kryeqytetin e vendit, triumfi i tyre mbi diktaturën shënroi dhjetorin dhe vitin 1990 në vitin e mrekullisë të kombit shqiptar, annum mirabilis, hodhi themelet e lirisë dhe ndërtimit të shoqërisë së lirë në Shqipëri, të zëvendësimit të hiperkolektivizmit total me tregun e lirë, të daljes së vendit nga izolimi më i thellë, të hapjes dhe integrimit europian dhe euroatlantik të tij. Kjo lëvizje, çështjen kombëtare nga një çështje e tradhtuar nga klika hoxhiste, e vendosin pjadestalin e merituar për zgjidhjen e saj. Idealet e rinisë studentore dhjetorit 1990 ishin dhe mbeten idealet më të larta, më fisnike njerëzore dhe kombëtare të shqiptarëve. Këto ideale, energjia e tyre bëri që shqiptarët më të lirë se kurrë, ju riktheu atyre dinjitetin e munguar njerëzor, vendosin Shqipëri pluralizmin e vërtet politik, sistemin demokratik, antarësuar Shqipëri në Këshillin e Europës, në NATO, i dhanë asaj propozimin për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kosova u bë e pavarur, ndaj dhe 8 dhjetori vitit 1990 është dita e nderimit të lirisë dhe vlerave të saj nga marrë shqiptarët, e nderimit të veprës pavdekshme të prisit legjendar të asaj lëvizje Azem Hajdari dhe studentëve liberator që me guximin e tyre në lartësinë e një legjende shkallmuan dyert të mbyllura të lirisë për shqiptarët. Azem Hajdari dhe studentët liberator do mbeten të pavdekshëm në panteonin e lirisë kombit shqiptar për gjithmonë. Azem ti je gjallë. Zonja dhe zotëri, sot, pas 35 vitesh, qytetarë shqiptarë kujtojnë dhe ndërojnë këtë ditë pasi Edi Rama, pasardhës direkt biologjik i etërve xhelat të regjimit komunist, Kristaq Ramës, që në gusht të vitit 88 kishte firmosur varjen e litartë poetit Hafzinela e kushe disa e sa kundërshtarëve të regjimit dhe Spiro Kolekës, i cili edhe me 11 dhjetor në mëngjes dhe 11 dhjetorit të vitit 1990 kërkoi shtypjen me tanke të lëvizjes studentore, ka vendosur në Shqipëri diktaturën autoritare, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Armik i votës së lirë dhe sklav
i pushtetit ti të krimit. A i ka zëvendësuar zgjedhjet e lira me farsën më të shëmtuar zgjedhore. A i ndërtoi në Shqipëri jo vetëm narkoshtetin e parë dhe vetëm në Europë, por instaloi regjimin më kleptokratik që shqiptarët kanë njohur në ekzistencën e tyre. Ky komb nuk ka patur në krye një dyshe të tillë siç ka Edi Ramën dhe Lubi Ballukun, që ta kenë vjedhë atë as 1/10 e atyre që kanë vjedhë këto dy monstra të vjedhjes dhe të grabitjes pasurive të kombëtare të shqiptarëve. Ai sot është i pari kryeministër në historinë e Europës që mbron publikisht vjedhjet e tij dhe ministrave të tij. Sot në ditën e rinisë, në 8 dhjetor, Edi Rama vjen si armiku më i egër i trive shqiptar në tërë historinë tonë. Në 10 vite të sundimit të tij plaçkitës dhe narko regjim, me politikat e tij për zurin nga Shqipëria mbi 700.000 të ri dhe të reja, apo rreth 70% të trive shqiptar. Edi Rama, me ndihmën e George Sorosit, mafjes ndërkombëtare të ekstremit të majt, bëri gjithçka për një Shqipëri pa opozit, pra për të varrosur përfundimisht pluralizmin politik dhe idealet e dhjetorit 90. Por dështoj, sepse ato ideale janë të pavdekshme, ato frymëzojnë sot çdo opozitar shqiptar, çdo të ri shqiptar, të qëndrojnë me guxim në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit tyre. Ata sot janë më të vendosur se kur të shporin nga pushteti narkomafien dhe kleptokracinë me në krye Ramaduron e Europës, që po i shket toka që sot po i shket toka në këmbë. Sot përsëri në këtu udhkryq